Shejdina është një vajzë 11 vjeçare nga Shkodra që ndonë se artin e ka pasion të ardhmen e shen në mjekësi. Dashurim për këngën e ka shpalosur në festivalin e zërave të rinj Akullore Fest në disa edicione, ku është vlerësuar me çmime për interpretimet e saj plot ndjenjë dhe energji. E parë ka qenë Shejda më njojnë të gjithë, që ka qenë kënga ime. E dyta ka qenë e edhe ti në festival, që kam fituar çmimin e parë, dhe me këngën Pinoku Qamarok, që ashtu fitova çmimin e parë. Arti është një hobi, ndërsa profesion kam dëshirë për të bërë doktoresh. Piktura është një tjetër pasion i madh, ndërsa me pianon ka ndërtuar një marrëdhënie të veçantë që në klasën e parë, një instrument që ndihmon të shprehë emocione dhe të ushqejë dashurinë për artin. Unë e dua shumë piano dhe do të thosh shumë gjëra sepse unë kam një ndër hobit e mia pianon. Mua më pëlqen ato pjesët botërore. Një ndër ta më pëlqen është ajo Elise që është nga Beethoveni, edhe është shumë e bukur, e kam luajtur si pjesë. Shejdina është shembull i vogël i një brezi që di të ëndërrojë, të mësojë e të krijojë, duke mbajtur Shkodrën në pjedestalin e talenteve të reja.